Për me fitu Mitrovicën prej Agim Batirit, Bedri Hamza i ka bon 111 premtime ma shumë se ai. Në vitin 2021, kryetari tanishëm i Mitrovicës Jugut, Bedri Hamza, i ka bon 123 premtime, kundrejt 12 sa i ka pas paraardhësi i tij. Prej 123 premtimeve, 72 i ka përfundu, 14 i kanë gjysëm, 14 i ka të filluara, edhe 23 nuk kanë fillu hiç. Këto premtime janë ndonë fusha ndryshme, masuti premtime në fushën e kulturës me 24 premtime, ku veç 3 nuk janë bajt, ndërtimi e objektit për muzeun e qytetit, ndërtimi të qendrës kulturore në Kçeq të Madh, edhe Mitrovica 360 janë premtime që nuk janë bajt. 24 premtime i ka pasur edhe në arsim, e nuk ka marrë premtime si ndërtime shkollave, renovime shkollave, ndërtimet palestrave e tjerë. Pastaj premtimet e tjera janë ndonë fushat si ma poshtë. E premtimet e tjera të pambajtura janë këto, pauzë, lexoni. Me përqindje, Bedri Hamza në mandatin e tij të parë i ka përfundu 58.5% të premtimeve. Por a kanë vrejë ndryshim jetën e tyne, na tregojnë qytetarët e Mitrovicës, tregonin komente sa jeni të kënaqur me punën e kryetarit, edhe do kënu nesër se na to analizu kanë një komunë për çdo ditë.